Pas rreshjeve të ditëve të fundit, situata në territorin e qarkut Lezhë paraqitet më e qetë. Sipas të dhënave zyrtare në bashkinë Kurbin, është konstatuar ulje e nivelit të ujërave në zonat e prekura, veçanërisht në fshatin Adriatik të njësisë Fushkuqe, ku ka vijuar evadimi i tyre. Problematika ka pasur gjatë ditës së djeshme në fshatin Patok, kryesisht në biznese, për shkak të baticave detare, ndërsa këtë të diel po kryhet verifikimi i dëmeve dhe pastrimi i inerteve, ndërsa rishqitja e tokës mbetet shqetësim në zonat kodrinore dhe malore. Në bashkinë Mirdit, gërryerja nga lumi Fani Vogël ka shkaktuar sërish rrëzimin e shtyllave të energjisë elektrike, duke lënë pa drita disa fshatra, si dhe ka krijuar rrezik për rrugë, banesa dhe tubacionin ujësillësit të Rëshenit. Për situatën, është kërkuar ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjithëse. Ndërkohë vijojnë punimet për përforcimin e argjinaturës së lumit të ri në ishull Shëngjin. Furnizimi me ujë të pishëm po kryhet normalisht, ndërsa nivelet e lumejve Drin dhe Mat janë në rënje. E po ashtu, probleme me akset rrugore nuk raportohen.